Nëse personat më të rëndësishëm të mbrëmjes janë gati, atëherë ftojmë klasën 12A të prirë nga kujdestarja profesoresh Axhere Faiku. Ftojmë klasën 12A B të prirë nga kujdestari profesor Blerton Krasniqi. Ndërsa tani ftojmë klasën 12A C të prirë nga profesor Durim Omaj. Tani ftojmë klasën 12A D të prirë nga kujdestari profesor Fatmir Kastrati. Ndërsa tani ftojmë klasën 12A E të prirë nga kujdestarja profesoresh Gres Shala. Eja, tamburim njëri tjetri. Dhe mos kursej mas fjalë lavdrimi, t'ja bëjmë shokut komplimentin në çaste dashurie dhe pendimi. Pa ejani dhe çiltrisht të qajmë, ku veç e veç dhe ku me shoqërim. Më ri për fjalë të sharë se mos mbajmë, se dashuria fqinje ka mërin. Të dashur mysafir, të dashur prindër, të dashur maturant, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës 2025-26 të gjimnazit Loyola. Mbrëmjen e filluam me disa vargje të dritro agollit, tamburim njëri tjetrin, i cili në mënyrë të përsosur e përshkroi bukurinë e përkrahjes dhe vlerësimit të dyanshëm. Sonte jemi mbledhur për ta festuar dhe shënuar një hap të rëndësishëm për maturantët, që jam i bindur që do të na mbetet në kujtim për gjithmonë. Një përshëndetje e veçantë për ligjeruesin dhe shkrimtarin profesor Daud Demaku, i cili pranoi të jetë folës frymëzues për maturantët e shkollës son, për çka dhe falenderojmë shumë dhe urojmë mirëseardhjen në kampusin e Loyola Gimnazium. Ceremonia diplomimit do t'i ketë disa pika kryesore dhe për këto të gjitha do të udhëzoheni hap pas hapi. Përveç marrjes së diplomave dhe dëftesave, sigurisht do të kemi edhe disa fjalime nga njerëz të rëndësishëm të ngjarjes. Që në fillim ftojmë drejtorin e gjimnazit Loyola, profesor Derant Koshi, t'i drejtohet maturantëve me një fjalim të tij. Sot po shikoj këtë amfiteatër dhe po mendoj sa e çuditshme është koha. Karakteristike juaj si gjenerat për mua është se ju jeni të vetmit që ju kom dhënë mësim në klasën e 6. Mirë po ka diçka të pazakont në historinë tonë. Ne nuk e përfunduam bashkë klasën e 6. Nuk e di sa mbanin mend, por një ditë ishim në shkollë dhe papritur gjithçka u ndal. Erdhi pandemia. 13 mars 2020. Askush nuk e dinte saktësisht çfarë po ndodhte dhe kur do të ktheheshim përsëri. Në atë kohë mendonim se ajo ishte gjëja më e pazakontë që do të na ndodhte ndonjëherë. Ndërsa sot e kemi kuptuar mirë
që jeta është plot me gjëra të paparashikueshme. Por prap shumica për jush mendoni se tani duhet të keni të gjitha përgjigjet. Çfarë do të studioni, ku do të jetoni, çfarë pune do të bëni, apo si do të duket jeta juaj pas 10 vitesh. Askush nuk mundet të dinë se çka do t'i sjellë jeta. Edhe pse shpesh e kemi përshtypjen se njerëzit e suksesshëm kanë pasur një plan të qartë që në fillim. Në shumicën e rasteve kjo nuk është e vërtetë. Ata vetëm e kanë bërë një hap. Pastaj një tjetër. Pastaj edhe një tjetër. Pastaj edhe një tjetër. Edhe një. Plus një. Për ta thonë më të shkurt, kanë bërë shumë hapa. Por edhe kanë gabuar. Kanë ndryshuar drejtim. Kanë filluar edhe nga e para. Por mbi gjitha kanë guxuar, kanë rrezikuar. Sepse pa rrezikuar nuk zbulon asnjëherë potencialin e vërtet që e ke. Ndoshta dikush prej jush do të shkojë në një universitet që sot i duket i paarritshëm. Ndoshta dikush do të largohet në një shtet tjetër. Ndoshta dikush do të hap një biznes e do të bëhet milioner. E pse jo edhe miliarder. Me siguri edhe dikush do të dështojë në përpjekjen e parë. Dhe kjo është në rregull, sepse dështimi nuk është e kundërta e suksesit. Prandaj dua t'ju lë një mesazh të thjeshtë. Gjeni qëllimin tuaj në jetë dhe mos hiqni dorë kurrë prej tij. Gjeni një qëllim që ju bën të ndiheni të gjallë. Një ëndër që ju bën zgjuar. Një arsye për të vazhduar edhe kur gjërat bëhen të vështira e që do të bëhen vështira. Dhe kur ta gjeni atë qëllim, mbrojeni me guxim. Qëllimi në jetë nuk është vetëm të fitoni një diplomë, të siguroni një profesion apo një pozitë. Qëllimi është të bëni njerëz të ndershëm, të guximshëm dhe të dobishëm. Mos se kaloni jetën duke kërkuar siguri. Mos prisni deri të jeni 100% të bindur. Shumë prej gjërave më të mira në jetë fillojnë në momentin kur nuk jeni plotësisht të sigurt. Të dashur maturant, mos harroni se vlera juaj nuk matet me sukseset që arrini, por me personin që bëheni gjatë rrugtimit. Dhe mbani në mend, e ardhmja nuk është një vend ku do të shkoni, është një vend që do ta krijoni vetë. Dhe nëse para 6 vitesh, pandemia na mësoi se sa shpejt mund të ndryshojë bota, unë shpresoj që vitet që vijnë t'ju tregojnë se sa shumë mund të ndryshoni ju atë. Urime, diplomimin dhe ju prift e mbara në çdo hap të jetës. Dankeschön. Gjatë historikut të Loyola Gimnazium, ka shumë nxënës që u dalluan me përkushtimin e tyre në mësim dhe edukat. Edhe pse me pak vështirësi, por me shumë kënaqësi, me dakordim të njëzeshëm, nxënësi i gjeneratës për arritjet e tij në arsim dhe shembulltyr për edukat, për këtë gjenerat, u zgjodh nxënësi Mentor Komani. Andaj, siç e do rendi, e ftojmë nxënësin e gjeneratës Mentor Komani na drejtohet me një fjalim. Nderuar drejtor, nderuar profesor, staf i shkollës, prindër, familjar, dashur maturant dhe i nderuar profesor Daud Demaku. Sot është një ditë e veçantë për gjithë ne që shënon fundin e një etape të rëndësishme. Është ajo ditë për cilën nëse do na kishim pyetur në klasën e 10 se sa larg dukej, besoj se shumica do kishim thënë se ende është shumë larg. Gjatë këtyre viteve sa kemi menduar me veten nëse kjo ditë e përfundimit do vinte ndonjëherë. Madje edhe jemi lutur që ajo të vinte më shpejt. Por fatmirësisht, koha kaloi dhe sot jemi këtu për të festuar arritjen e këtij qëllimi të shumë pritur. Këto vite kemi pasur momente të ndryshme, i kemi pasur disa momente më të mira, kemi pasur edhe momente më sfiduese, i kemi pasur ato angazhimet tona si çdo nxënës me testet mëdha, testet vogla,
fleta pune, projekte, plot llogaritjet për qindjeve të notave. Në ato momente, na u kanë duke tepër të rëndësishme. Por sot, kur e shohim këtë rrugtim tërsi, kuptojmë se ai ka qenë diçka më tepër se sa nota dhe provime. Normalisht shkolla ka qenë vendi ku kemi fituar njohuri, por ka qenë vendi edhe ku kemi mësuar të marrim përgjegjësi, ka qenë vendi ku kemi mësuar të bashkëpunojmë të përballemi me sfida. Këtu kemi krijuar miqësi, kemi ndarë përvoja dhe kemi kaluar një pjesë të rëndësishme të rinisë sonë. Është e vërtetë që kur kujtojmë vitet e shkollës mesme pas disa vitesh, nuk do mund kujtojmë çdo mësim, as nuk do kujtojmë çdo formulë, çdo detyrë shtëpie që e kemi bërë. Por të paktën do kujtojmë njerëzit, do kujtojmë shoqërinë dhe ato momente që i kemi krijuar së bashku. Sot, gjithashtu dua të shfrytëzoj rastin për të shprehur mirënjohjen tonë si gjenerat. Së pari dua të falenderoj profesorët dhe stafin e shkollës sonë, të cilët kanë qenë pjesë e pandashme e këtij rrugtimi. Për te mësimeve që na kanë dhënë, kanë investuar kohë dhe energji për të na ndihmuar të ecim përpara. E dim që jo gjithmonë a kemi bërë punën e lehtë, ka pas raste ku kemi shkaktuar të lashe, kemi bërë edhe probleme, edhe ndoshta u kemi testuar durimin më shumë se ç'duhet. Prandaj në emër të Gjeneratës ju falenderojmë për punën dhe kontributin tuaj. Një falënderim po aq i rëndësishëm shkon për prindërit dhe familjet tona. Ata kanë qenë mbështetja jonë në çdo hap, na kanë këshilluar e kanë ndejtur pa nesh gjatë gjithë kësaj periudhe. Së fundmi, të dashur shok dhe shoqe Gjeneratës. Sot gjithë jemi të njëjtin vend, por secili do ndjek rrugën e vet. Disa do vazhdojmë me studime e disa do vazhdojmë me angazhime tjera. Por pavarësisht drejtimit që do zgjedhim, besoj se të gjithë marrim me vete ato përvojat e mira në shoqërinë, kurse ato momentet më sfiduese le t'i përdorim për të ballafaqur me problemet e së ardhmes. E për këtë ardhme, askush nuk është i sigurt se çfarë na pret, dhe askush nuk na garanton asgjë. Prandaj le ta shijojmë këtë moment ku jemi tani, le të jemi krenar për atë që kemi arritur, e mirënjohës për gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi. Edhe një herë, në emër Gjeneratës, ju falenderoj gjithëve që jeni këtu sot për ta ndarë këtë moment me ne. Ju falenderit. Faleminderit mentor për këtë fjalim shumë frymëzues. Daud Demaku u lind më 13 tetor të vitit 1944 në Abritë e Epreme, një fshat në rajonin e Drenicës. Ai është shkrimtar i njohur shqiptar dhe ligjërues i lëndës Arti i mendimit pozitiv. Nëpërmjet veprimtarisë së tij letrare dhe ligjëruese, Daud Demaku është angazhuar në promovimin e vlerave pozitive dhe të zhvillimit personal, duke ndihmuar në mënyrë të dukshme në jetën kulturore dhe arsimore të komunitetit shqiptar. Përmes shkrimeve të tij, ai ka trajtuar tema që lidhen me fuqinë e mendimit pozitiv dhe rëndësinë e qëndrimit optimist ndaj jetës, duke ofruar këshilla dhe udhëzime praktike për lexuesit. Si ligjërues, Demaku ka mbajtur ligjërata dhe seminare për artin e mendimit pozitiv, ku ka ndihmuar shumë të rinj dhe profesionistë të përvetsojnë mënyrat të shëndetshme të menduarit dhe të përballjes me sfidat e përditshme. Kontributi i tij në fushën e letërsisë dhe edukimit është vlerësuar zgjersisht, duke e bërë atë një figurë të rëndësishme në shoqërinë shqiptare. Ka botuar një numër të madh të librave dhe po t'i numëronim do të na merrte një kohë të konsiderueshme. Por një gjë mund të themi me plot bindje se nuk ka shtëpi në Kosovë e rajon që se ka spaku një libër të shkrimtarit Daud Demaku. Me shumë kënaqësi, ftojmë shkrimtarin Daud Demaku t'i drejtohet maturantëve Loyolla Gimnazium të Gjeneratës sot. Dashur maturant, staf i shkollës, prindër, miq e shok, jam shumë i lumtur që po marr pjesë në një gëzim të arsyeshëm, të bazuar. Një gëzim që garanton sukses, shpresë e lumturi. Jeni të bindur se jeni breze bëm me fat. Paktën prej atyre brezeve që i njohur. Derisa në filloret tona që unë mbaj mend, as kemi pas lapsos fletore, se kemi ditë as ka është lapse fletore, për në tabelë shkruje e fshi. S'kemi pas as bonka as korrika.
Dhe tash kur e shoh në Prizren, 20 e sa vjet i bën gjimnazit gjerman. Një kulturë e jashtëzakonshme e sinqertë dhe e vërtetë e punës që ka bë botën të ndryshoj. Një kulturë ku erdhi Goethe edhe gestalti gjerman që është funksional i jashtëzakonshëm si pjesa më motivuese për jetë, është piktura që është e vetër mbas 5 vjetësh. Dhe të jesh pjesëtari i këtij brezi, e të diplimosh këtu, e ketë garantume fitoren. Fitoria është e garantume. Ju lus për 2-3 revizive. Një, qysh kanë vepruar njerëzit e mençëm që jenë bollë më të mençëm. Prej Napoleon Hillit, Carnegies, deri te Deepak Chopra. Gjithmonë do luftuar ka është mirë, pa a ka edhe më mirë. A mund të rrihet edhe më mirë. Njeriu është një potencial i jashtëzakonshëm, qoftë me veçantitë, qoftë me fuqinë e tij krijuese. Derisa ta ngrit lart çdo gjë. Këtë mënyrë që shpeshini sot, me profesorët e juaj, mrekullueshëm që ndëgjova një fjalë fantastike edhe të një drejtorit juaj edhe një nxënësit juaj, që ishin tjetën ISO. I merrni për bazë dështimet. Dështimet janë pushimore para fitore të reja. Ose dëshproni. Nuk ka rëndësi se harxohesh, nuk ka rëndësi se hargritesh. Nuk ka rëndësi sa rrjedh të poshtë, a shkon në rrjedhën, nuk ka rëndësi a shndrohesh në gjendje e tretë. 70% njeriu është i përbën prej ujë, e uji ka 3 gjendje. Akull, uji i lëngshëm që rrjedh të poshtë, edhe avull. Avull shndrohet në energji pa kufishme krijuese. Bazamentin politik, bazamentin demokratik, bazamentin ligjor e keni të garantuar. Mbetet që ta merrni përgjegjësinë e ndryshimit. Hapi i parë është më i rëndësishëm. Në drejtimin e duhur. Treni në drejtim duhur është i rëndësishëm. Kur jenë treni e gabueshëm, gjitha stacionet janë gabim. Dhe asnjëherë do ta merrni egzonit huaj. Ajo që është ndjersësh, ligji i krijimit nuk lejon. Ligji i krijimit edhe ligji i krijimit janë e njëjta pjesë. Në moment që del prej ligjit të krijimit, i ligjin e krijimit do të sapagohet. Prandaj sonte kam një vetë shumë më të ri. Vend se t'ju motivoj unë ju, këni motivu mua. Për arsye se as ëndër, në ato ëndrat më të mëdha që se cili njëri do ta kultivojë një ëndër të madhe, të mos së desh dorë për saj kurrë, sepse është motiv që me të vërtetë ja fuqi flitëruese, nuk e ka marrë me mend se mund të pres e të përjetoj një kohë të krill këtu. Me gjithë zemër për i them, punoni që të arrini lumturinë e plot, të morë përgjegjësinë për vetë vetën dhe familjet dhe kombin, punoni me dashuri të madhe. Puna që bëhet me dashuri, që thotë Shën Tereza, na nuk mund të bëjmë punë të mëdha, i mund të bëjmë punë të vogla, po me dashuri të madhe. Dhe një veçanti e jona që është do shërohet, mos ta qesim i natin para mendjes. Mendja do dalë para natit. Dhe kur del mendja para natit, atëherë edhe mendja është e detyruar të ndigjej zemrën. Keni parasysh, ardhmëria e njerëzimit është vajzë. Keni parasysh se kemi borxhe të mëdha ndaj grave. Kalumi e jonë kalumi e jonë na ka detyruar të sillemi në mënyrë shumë të keqe. Mas Zotit është nona. Ai që ti të respektoj motrën,
vajzën, gruan, shoqen, bashkëpunëtoren, bashkëpunëtaren, ai ka të sigurt armërinë. Prandaj edhe shtonë edhe këtë thuhet se mas Zotit është nana në tokë, ai është nana e njerëzimit, e ju që keni fuqi krijuese kur ai quni i mrekullueshëm që pa fjalën këtu. E si të gjithë shok tjerë. Ta ndoni gëzimin në mënyrë njerëzore, me shumë dashuri, me ato që është baza, temeli e nana e njerëzimit. Shnet, gëzime, sukses e të mira pasi ku do qofshit. Ndërsa tani po, e ftojmë drejtorin që t'ja dorëzoj pllaketën profesorit Demaku, si folës frymëzuesi i gjeneratës, si shenjë falënderimi. Me dorë. Shumë faleminderit shumë. Ndërsa tash erdhi rada kur secila klasë vjen në podium edhe kemi momentin më festiv. Po, paraprakisht, bëjmë me klasën 12A për të bërë shpërndarjen e ftojmë kujdestarën profesoreshën Haxhere Faiku, të shoqëruar nga drejtori i gjimnazit. Dhe kështu fillojmë për klasën 12A, fillojmë me Erika Bajrami, e cila shpërblehet për suksesin e saj më të lartë në klasë. Me një herë pas Erikës, me sjelljen e saj shembulltyr në klasën 12A, ftojmë Anisa Mustafa. Përveç diplomave, ju i merrni edhe dekoratat e juaja. Ndërsa tani vazhdojmë me rend Adriatik Haliti. Ta përcjellim renditjen, mirë po shkon, super. Andi Avdaj. Anita Berisha. Ardit Makshana. Dion Luma. Titjon Fetoshi. Elsa Pirezi. Irina Fazliu. Erza Zulfalari. Gzim Hodli. Hazer Popaj. Jona Braha. Klea Beçaj. Leart Mahmuti. Grumbullohuni pak në Leon Rakaj. Erza Kigovaj. Pas në kalu. Lindrit Sulaj. Lis Çolak. Lis Hoti. Natyr Muçaj.
Nerges Bytyqi. Riana Kashi. Vesa Nishori. Dhe në fund, zënësia e cila i ka kaluar 1 vit në Amerikë, e zgjedhur për bursën Yes, Klea Çoçaj. Është klasa 12 A, zonja dhe zotrinj. Dërsa tani ju ftojmë që ta bëni një fotografi të përbashkët me kujdestarën, me drejtorin. Edhe këtë proces e shoqërojmë me duar trokitje. Falenderojmë klasën 12 A. Dërsa tani bëhemi gati për klasën 12 B dhe për ta bërë shpërndarjen e mirënjohjeve dhe lëvdatave, ftojmë edhe kujdestarin profesorin Blerton Krasniqi. Dërsa në fillim për klasën 12 B, ftojmë nxënësen Roz Hoti, e cila shpërblet për suksesin e saj më të lartë në klasë. Ndërsa për sjelljen e tij më të mirë në klasë, për klasën 12 B, u zgjoll Lisi Rahmani. Ndërsa tani vazhdojmë me Rend Bardh Hoxha. Pejana Duraj. Dion Bekeri. Donat Bytyqi. Ensuida Galapeni. Era Kuçi. Ermal Kryeziu. Ezan Omaj. Florian Bifar. Lirak Kutaj. Lorena Popaj. Ljum Berisha. Olsa Berisha. Olti Trolli. Rihana Lucia. Ron Gashin nuk e kemi këtu. Ronik Shemsedini. Tadora Mula.
Ujza Krasniqi. Vlera Kuqi. Dhe krejt në fund, edhe në këtë klasë kemi një prej bursistëve të bursës amerikane Yes, Lea Shehu. Është kjo klasa 12-a B, zonja dhe trinj. Vazhdojmë të bëjmë një fotografi të përbashkët. Falenderojmë klasën 12-a B i përcjellën e dorë. Ndërsa tani bëhemi gati për klasën 12-a C dhe për ta bërë shpërndarjen e lëvdatave, ftojmë edhe kujdestarin profesorin Durim Omaj. Për klasën 12-a C shpërblehet për suksesin e saj më të lartë në klasë Dalina Gashi. Ndërsa për sjelljen shembullore për klasën 12-a C, Vigan Muja. Shumë urimet ty nxënësve. Sjellur ndërsa tani vazhdojmë me renditje, Artrim Sahitaj. E kemi, nuk e kemi. Besmir Mustafa. Bora Guri. Drin Sokoli. Dritoar Sokoli. Endri Avduti. Era Morina. Eronisa Reçbeqaj. Gjergj Qetaj. Gresa Pytyqi. Liberta Karavidaj. Necmedin Iska. Olsa Burgia. Ron Shulina. Dhe në fund e kemi Verona Gashi. Është kjo klasa 12-a C, për një fotografi me drejtorin dhe kujdestarin.
I përcjellim me duar trokitje. Dërsa tani ftojmë edhe klasën 12D për ta bërë shpërndarjen e lëvdatëve, ftojmë edhe kujdestarin profesorin Fatmir Kastrati. Për klasën 12D shpërblet për sjellje të shkëlqyer Olti Muqa. Ndërsa tani vazhdojmë me renditje, Albana Çollaku. Amela Gjara. Vlert Katolli. Puna Sahatgjia. Puna Sylhasi. Dion Kabashi. Enea Bytyqi. Erleta Behra. Flandra Bojaxhiu. Halime Kadriaj. Idma Dobroshi. Irena Popaj. Izet Krasniqi. Keid Katona. Orgent Muhaxheri. Dhe në fund Sara Shehu. Është kjo klasa 12D, zonja dhe zotëri. I përcjellim me duar trokitje, dërsa tani për në fund e ftojmë edhe klasën 12A për ta bërë shpërndarjen e lëvdatave, ftojmë edhe kujdestarin profesoreshën Gres Shala. Për suksesin më të lartë në klasë, shpërblehet Adora Muhaxheri. Për suksesin më të lartë në klasë shpërblehet nxënësi Mentor Komani. Ndërsa për sjellje shembullore për klasën 12A shpërblehet Preron Bovaj.
Ndërsa tani vazhdojmë me rend, Amar Braha. Andrea Dushi. Bora Spahia. Elsa Musliu. Era Sylce. Erona Sopaj. Esra Cena. Fis Gashi. Klara Sefaj. Leart Kam Kajdomshaj. Nisa Sefa. Perla Doli. Dhe në fund, Valdrin Lushtako. Është kjo klasa 12E. Dërsa tani eftojmë edhe kujdestaren edhe drejtorin që ta bëjnë një fotografi të klasës. Falenderojmë klasën 12E. Dhe të gjithë nxënësit tani ftohen në podium për momentin kulmor të mbrëmjes. Dhe po vije çasti shumë pritur I hedhjes së kapelave dhe zyrtarisht edhe shpallim diplomimin tuaj.